konfliktive. Po janë disa lloje të njerëzve që janë të prirur për me qenë konfliktues. Janë njerëz që nuk pajtohen me mendime ndryshe. Edhe për një moment, ndoshta 10-15 njerëz janë në një ambient të caktuar, del dikush edhe e kundërshton dikën në një çështje të caktuar. Edhe jo vetëm që e kundërshton, por ja hedh poshtë të gjitha ato mendime ose ato opinione ose atë histori që ai ka dashur me nda me njerëzit e tij të afërm. Dhe automatikisht sikur zbehet ajo ngrohtësia e muhabetit. E kjo zbehje vjen veç pse dikush është i mësuar prej në fëmijërinë e tij të mos e respektojë mendimin ndryshe. Ne e dim që secili njeri në një farforme ka drejt për mendimin e tij. Secili njeri ka drejt me pa botën me sytë e tij, me mendjen e tij. E ka një perceptim për çështje ose për dukuri të ndryshme që e ka kriju prej mendësisë që e ka kriju prej profesionit që e ka marrë, ndoshta e ka të bazume, ndoshta nuk e ka shumë të bazume, ndoshta ja ka qëllu, ndoshta nuk ja ka qëllu, por megjithatë është mendimi i tij edhe mendimi i tjetrit duhet të respektohet. Prandaj njerëzit që kanë tendencë për të hyrë në konflikte, për të shkaktuar konflikte, indirekt për me prish atmosferën në një rreth shoqëror ose në një nej familjare, po edhe të kolegët e punës, janë ata që parimisht nuk dinë me respektu mendimin ndryshe. Jemi mësuar shpesh herë me po shembullin me numrin 96. Do me thonë, nëse e shohim prej një anës, na duket numër 6, por nëse e shohim prej një këndi tjetër, është numri 9. Realisht kanë të dy personat të drejtë, por mënyra se si e shohin, dallon.